vrasje nuk janë profesionistë 100%, sepse profesionistën 100% bën një vrasje që tjetë e sigur 100%. Aty mund të ndodhte që për shembull një moment caktuar ai ti shifte nga larg, ti kuptonte dhe ti puste një makinës fluturim në anën tjetër përmes makinave tu ikte. Ka ndodhur në 2015 me Shullazin kjo, që asu gërvish fare që luan autostradë me disa armë dhe nuk e gërvishën fare, sepse ishin me shpejtësi të madhe. Pra, Durrës. Ken Durrës rastin që një vrarë objektivi nuk ndryshoj. Pra, është krejt histori tjetër. Është tërësisht histori që s'ka lidhje me këtë. Jo, e ka fjalën që... Sepse Shullazi me makinën një jeshile të Kashari u gjuajt thjesht për t'u paralemruar, jo për t'u vrarë. Po tani, unë kam marrë në intervist vllajën e Enver Stafukës dhe kam shumë të qartë edhe ku shkuan dhe vund dorën në kanun në spital. Po me tjetër gjë se Stafukën e mori, Stafukën e mori më mbrapa, o t'ishte paralemërim, Stafuka do ishte gjallë. Zotëri, është histori tërsisht tjetër. O t'ishte paralemërim, Stafuka do ishte gjallë. Ajo ishte një intrik për të futur për plasje dhe po s'dua ta diskutojmë se shkojmë shumë larg aty. Dhe futemi në kanalet. Po, dhe shkojmë pastaj një histori. Nëse mundem, Ylli, të bëj një kështu që... Po, patjetër. Pse kjo ngjarje, unë do ta lidhja sigurisht me Shullazin. Flasim për një Shullaz shumë të fortë në vitin 2015, aq të fortë. Mund të na duhet kjo, për të përshkruar se tani ne themi tani, po këtu edhe një pjesë e madhe e njerëzve nuk janë të kapur me këtë, ore prit, krau i djathtë themi Shullazit. Po pra, pikërisht këtu është historia. Këtu është historia. Një Shullaz aq i fortë sa një person që e përmendëm tani Stafukën që i bërë një atentat në autostrad, e mori e rëmbeu me skuadër policie, të veshur si policë në mes të fushkrujës. Pra ishte aq i fortë sa ti detyronte këto të fortët e fushkrujës, që t'ja jepnin dorë në thes kundërshtarin e vet. Dhe nëse mund të themi që okej, nuk e dim, nuk kemi të saktë, është e vërtetë apo s'është e vërtetë kjo gjë, të del dhe në përgjimet e Encrociatin kur ky Arbendoka ishte deputeti, që ishin bashk me Shullazin dhe me Vis Martinajn, del aty e dekriptuar që thot një moment që mirja u bëri ai që si besoi këto të fushkrujës dhe e mori atë dhe që bëri çaj desh qefi për Stafukën. Pra del dhe aty në përgjime dhe është një farë si tu është konfirmimi se çfarë ka ndodhur. Tani çfarë ndodh? Duke qenë një Shullaz shumë i fortë në këto vite, këta janë futur për disa arsye që i përmendi dhe Klodiana, për Hotel Volgën, për një parkim nën toksor që donin t'i zhvasnin dikujt 1200 euro, i vunë eksploziv, i iku nga sytë këmbët ai i ziu jashtë shtetit, për dekanin, kandidatin për dekan të rektor të Universitetit Tiranës, për Dhori Kulen, që ka kërcënuar e tjera. Për gjitha këto u goditën si grup në vitin 2016. Në vitin 2018 u dënuan nga shkalla e parë, në 2022 u dënuan apel, dhe Gilmando Dani 12 vjet, Shullazi 14, po tani i bën 55, nuk del dot më. Tre të tjerë që janë të njëjtit grup nga 10 vjet dhe një tjetër, 2 nga 10 dhe 1 9. Tani i bie që derisa ka dal Gilmando Dani që sipas për llogaritëve duhet dilte 2026, po siç duket me këto marifetet që bëjnë këta uljet e dënimit apo para burkimet e tjera, ka dal. I bie që tjerët janë dënuar më pak kanë dalë. Pra, mund të themi që Emiliano Shullazi kishte Gilmandon jashtë dhe një pjesë të grupit. Atëherë i bie që kundërshtarët e tij të jenë friksuar. Çan këto kundërshtar? Emiliano Shullazi, edhe nga këto përgjimet e Encrociat dhe nga ato, del në konflikt me një grup shumë të fortë në Durrës. Për kontrollin e portit të Durrësit. Në vitet 2015, 16, 18, urdhro? Del për gjobat ndaj klanit Troplini që kulmoi me vrasjen. Po mirë, kjo është më hollësishme kjo që po thoni juve. Dhe çfarë ndodh? I vendos gjob, e paguajnë në herën e parë, i vendos gjob pas 2 muajsh, mlidhen dhe thonë çfarë do i bëjmë kënjëri sa mësua keq, dhe i kundërvijnë. Dhe tani jemi 8-2 për ata. Jo për Shullazin, për ata. Ndër viktimat mendohet është një krah tjetër. 8-2 është edhe kështu si frazë që... Po është, e kanë... Ai do thoi... Janë 8 vrarë Po pra, dikush do thoi, po e ishte në burg ai dhe s'kishte fuqi e tjera, nuk e di, unë mendoj se... Dhe kjo është? Më të fortë... Sa vjet ka Shullazi në burg? Jo, më të fortë janë ata që kanë më shumë lek. 16 apo besoj. Në krimin shqiptar... 9 vjet, 10 vjet në burg. Në krimin shqiptar, më të fortë janë ata që kanë më shumë lek.
fitojnë ata që kanë më shumë lekë. Dhe mbështetje Natyrisht, politike, paguajnë shumë e sigurisht. gjithë. Dhe mbështetje politike. Pra, unë mendoj që ky grup, Shtetje politike këtu kanë ky gjithë. grup i Durrësit, kur ka parë që doli krau i tij, një kraj e kishin prerë, që ishte ky i famshëm, i faqet Diegur i Vlorës, Edison Arizaj, ja nga vrarë në 6 nëntor 2018. Unë mendoj se s'është çudi që pista kryesore e hetimit jetë pikërisht frika që ky grup ka, se krau i djathtë Do t'i them cilat janë pistat. doli. Do t'i them pistat Dhe cilat janë, po kjo je plotson se Shullazi ka 10 vjet në burg. Kjo është sipas me. Sa është dënuar Shullazi? Është 55 vjet, janë grumbulluar disa dënime dhe nuk e ka të vështirë. 55 ka dhe kuptim, po unë dëgjova një dënim, Klodi, që kishin bërë në Turqi, kishte kërkuar prokurori për Kryetarin e Bashkisë të kush është ai si e ka? dënim politik. Po 800 vjet dënim kemi patur edhe në Shqipërinë. I e kishte 2350. Po kemi patur. Prokurori kishte kërkuar Për kryetarin e për bashkisë. Imamoglun, për kryetarin e bashkisë, kishte kërkuar dhe shpëton Erdogani. Mund të rritet 2350 vjet. Jo, ja marrin bashkinë, ndryshon politika në Turqi. Po duhet të vendoset që të jetoj dhe aq ai. Këtu s'ja marrin dot kësaj Ky është qeverie i dënuar bashkë. aty dhe Atje po Stamboll, përsëri ja marrin egërsia me cilën ekzekutuan në kraun e tij të djathtë është shumë e çuditshme. Se po të kishte zgjedhje dhe unë kujtova se do t'i fitonte Flori. Ndodhte si. Zotëri Rakivi, nëse mund të them diçka që ky atentat kam përshtypjen nga mënyra se si është zhvilluar, ishte i destinuar për të mos dështuar. Atentatorët e donin vdekur me çdo kusht Gilmando Danin, sigurisht që nga informacioni që kishin, saktësia, nga udhtoi, çfarë ore do të zbriste, si ishte organizuar, dhe nga mënyra se dinamika e ngjarjes kam përshtypjen që deri diku jam dakord me Sokolin që nuk janë vrasës me profesionistë, por kam përshtypjen që njëri prej tyre është ai që bëri diferencën, pasi po ta vësh re edhe në videon, po ta shohësh me shumë ngadalësi, shikon që njëri prej tyre qëllon fillimisht gomat e makinës, në mënyrë që shoferi të humbi kontrollin e saj dhe më pas qëllon mbi të. Ndërsa nga mënyra më pas të personit që shkon drejt makinës, kam përshtypjen që ai në një farë mënyrë ka dashur që ta bëj vetë këtë vrasje dhe deri diku duket sikur e ka personale me Gilmando Danin. Sigurohet. Se ata nuk dinin gjë. Nuk e di, po sigurohet që kanë bërë atë çfarë apo jo. Duhet kesh një guxim shumë të madh që ti. Do t'ju them diçka. Unë nuk e di saktësisht se sa qitje janë kryer aty. Nuk e di se 10 gëzoja të sekuestruara. Nëse nuk ka humbur ndonjë. Okej. 83 nuk e kisha këtë. Tani në 83 qitje. Për një kohë sa që thonë një kohë rekordesh 80 sekonda, sekondash. Shiko, kallash e jep automatiku këtë. Automatiku në 18 sekonda qëllon dhe 240 se janë 3.